Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Selin Bollati hedh në gjyq Rogertin pas videos virale. Edhe pse dyert të shtëpisë më të famshme në Shqipëri janë mbyllur prej kohësh, debatet dhe dinamikat mes ish-banorëve vijojnë të mbeten në qendër të vëmendjes publike. Së fundmi, rrjeti social është përfshirë nga një video virale ku Rogerti shihet duke performuar në një klab nate në Tiranë këngën e njohur që kishte krijuar për Selinën gjatë qëndrimit të tyre në shtëpi. Pamjet kanë nxitur reagime të shumta dhe kanë rikthyer në vëmendje raportin e tyre. E ftuar në panelin e një emisioni, fituesja e këtij edicioni është pyetur lidhur me këtë moment që u bë viral. Selin ka pranuar se e kishte parë videon dhe nuk ka hezituar të reagojë me një deklaratë të drejtpërdrejtë dhe ironike ndaj Rogertit. Tek pjata ime, unë ha me emrin tim, ndërsa Rogerti pas ka dëshirë të eci nën emrin tim. Deklarata e saj është interpretuar si një mesazh i qartë se ajo po vijon jetën dhe suksesin e saj, ndërsa të tjerët sipas saj po përfitojnë nga emri dhe imazhi për të tërhequr vëmendjen. Gjatë bisedës, moderatorët e emisionit e pyetën gjithashtu nëse kishte menduar të ndiqte çështjen në rrugë ligjore, por Selin u shpreh se kjo ide i është sugjeruar shpesh nga njerëzit dhe ajo ka zgjedhur një qasje tjetër.